Kështu që ky çështja e statusit tuaj do të jetë një nga çështjet më serioze tona. Po. Trajtimi mjekësor do të jetë krejtësisht i veçantë, sipas profilit të minjerave. Do mbrohet me çdo kush shneti juaj. Minjerat kanë grimcat. Është e njohur. Është e njohur. Grimcat janë problem madh. Pra, shneti minatorit do të ketë një përparësi të madhe. Karta e konsumatorit do të shtrihet tek të gjithë minatorët, zjarrtarët, gjeologët. Po. Çfarë do thotë karta e konsumatorit? Do thotë që do blini me çdo gjë që ju duhet për jetesën tuaj 20% më lirë. Dhe atë do e përballoj shteti, jo si përmarrësi. Tjetër, ne futëm për herë të parë rentën. Pse futëm rentën ne? Ne jemi partia taksave të ulta. Nuk po rrim mirë, s'ke që parti. Po, pse futëm rentën ne? Absolutisht e futëm në vetëm qëllim që të mbeten parat ju. Ajo taks 10% apo 8% s'majmën sa ishte, të ngelej për bulqizën, për shkollat, për qendrën shtetësore, në fund. Dhe marrëveshja ndërkombëtare e Shqipërisë për rentën ka këtë përcaktim. Renta u vendos mbi një kuadër ndërkombëtar të Organizatës Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit ajo do të merret dhe të jepet autoriteteve lokale, komunitetit. Për nevoja, këta e grabisin e marrin vetë, në rrëfun ajo. Do të mbetet komunitetit lokal renta. Dhe ky status, kjo situatë. Kjo situatë, kjo do shkëtrihet në të gjithë Shqipërinë, pa përjashtim. Çfarë kemi ne ndër shtyllë të dytë kryesore të programit tonë? Made in Albania, prodhimi shqiptar. Ky është shtylla e dytë e programit tonë. Krenaria jonë është prodhimi shqiptar. Dhe ne mund të prodhojmë minerale, të nxjerrim minerale nofta më shumë se çdo vend tjetër në Ballkan. Askush nuk ka shumë llojshmërinë e mineraleve dhe minjerave tona. Kështu që jeni sigurt se jo vetëm do i nxjerrim, po do t'i shndrojmë në pasuri për ju, në mirëqenie për ju, në punësi për ju. Një transformim, unë përgëzoj Zotin Spahiu për angazhimin e tij direkt. Dhe Zotin Gzim Kalaja, që me aq vendosmëri ka mbrojtur kauzën tuaj. Kauza ju është e drejtë. E ajo kauzë me datën 11 maj ju garantoj dhe njëherë triumfon në mënyrë përfundimtare. Unë personalisht ju them ju se atë e grupoj si një borxh që Shqipëria ka ndaj jush dhe shoqëria ka ndaj jush. Dhe borxhi do kthehet. Nuk ka borxhliu që nuk kthen borxhin, është i mirë.
ne do kthejmë borxhin ju, do vendosim ju në pjedestalin që meritoni. Miq, ky është programi ynë për minatorët. Por dëgjojeni programin tjetër. Tu pyesu një pyetje të bëj. Po çfarë hyn në punë? Ju lutem. Çfarë ju hyn në punë minatorëve që raskapiten? Tetor në galeri, Lamborghini i Noizit. Në thoni më. Qarë u sjellë minatorëve Lamborghini i Noizit? Dëgjoni miq, sot ai në Devol tha mosha e ka bërë të rrjedhur Berishën, prisni. Unë nuk i them se i rrjedhur Edi Rama, jo nuk e i rrjedhur, Edi ti nuk e i rrjedhur, po ti e i tremur, je i tmerruar, në qofë se, jo, ti bën si i rrjedhur, nuk e i rrjedhur, ti edhe kloun bën. Prisni, por prap, hajde këtu në të salë, të dalim para këtyre burrave. Po ta mban, hajde këtu. Mos dil me Lamborghini e Noizit, po dil me këte. Hajde, dil me këte. Dil pak këtu, ndigjoj këta burra, çfarë sakrifice bëjnë, çfarë sakrifice kanë bërë. Po ty, as që ta vret për ta fare se ekzistojnë. Se mendjen e kete Lamborghini, e kete kopshti Eden, që blen 5 milion euro për të englendisur syt, dhe të smurt i len pa ilaçe. Në spitalin onkologjik. Ndaj dhe lere ato ti, nuk e i rrjedhur, ja u them unë ju. A i bërë klonin, nuk është klon. Jo. As klon nuk është. Problemi ti është se nuk di ku të fus kokën sot. Tani ai nuk di ku të fus kokën. Se do t'ja u them një fjalë këtu. Ai është në rreth të kuq. Po, pse është në rreth të kuq ai? Ja u them, pranaj dhe bën herë klonin, herë paljaçon, herë këte rate, dhe bëjnë që të dojë. Po është në rreth të kuq, nuk del nga rrethi. Pse? Thjesht, sepse ky, siç u damkos në rezolutën e udhëheqjes politike më kryesore të Europës, nga 82 parti politike me 14 kryeministra, kancelarin gjerman, udhëheqës e komisionit e tjerë, ky është armik i pluralizmit. Ky është armik i opozitës. Ky është armik i votës lirë. Ky është si përmarrë si përbashkët me krimin. Ndaj dhe ta ketë të qartë ai se kur gjerë orën e fundit të jetës tij, këto damka nuk i hiqen. Nuk del nga rrethi i kuqme. E dyta miq, sigurisht që unë bëra gjithçka të paraqes të vërtetën tuaj në Europë dhe në botë. Bëra gjithçka që duhej bërë, por ju garantoj se asnjë presje Europa nuk do ta pranonte po të mos vërtetoj se është 100% e vërtetë. Kështu që në rast se ata e klaposen si njeri që përpiqet të shtyp pluralizmin, pra përpiqet për një shtet monist, si njeri që shtyp dhe burgos opozitën,
Si njeri që blen vota, blen me lek, blen me kanabis, blen me prokurime, blen me le nërtimi, të reshtura, të gjitha aty i keni. Në asa ata e damkosen duke i thanë se ke si përmarrjet përbashkët me krimin. Edi Rama, ke marrë fund, ke marrë fund. U përpoqe ti bësh gropë në opozicë, po kera vetë për të mos dalë kur më. Ta dini këtë, nuk del më. Ndaj dhe 11 maj, le të bashkohemi, pavarësisht nga binjet politike. Minatore të gjithë, çfarë binje shkeni, statusin do të akzoni. Pensioniste, që të gjithë pa përjashtim nuk do keni kur më pension në 200 euro. Dhe sot janë 57% e pensionistëve me pension në 200 euro. Të gjithë ata në ndihmë ekonomike do kenë ndihmën ekonomike 200 euro. Studentët me bursë do kenë bursën 200 euro. Fëmijët jetim do marrin 200 euro. Po do ta bëjmë më të drejtë këtë shoqëri, më njerëzore, më të jetueshme. Dhe kjo brenda 100 vitëve nuk ka lidhje me pushtetin salibrisht, ja u them me ju me sinqeritetin më të madh. Nuk kam në këtë stad të moshësime, nuk kam unë ambicie pushteti. Unë i kam përbush detyrat e mia, i kam bërë. Por unë e ndjej mision që të mos pajtojmë kur me këtë përshmim dhe poshtrim që u bët 760.000 shqiptarve që lihen me një pension mizerabel për të unë ka fshat që s'marin do t'i lachet. Në një kohë kur të tjerë të marin rrogë shteti sa 50 pensione. Në një kohë kur të tjerë blenë kopshtin e Edenit sa 3.000 pensiona, 10.000 pensione. Në një kohë kur tjerë zhdukin 130 milion euro të djekësit sa 820.000 pensione. Këto marrin fund. Ja pra pse unë jam angazhuar. Dhe unë kërkoj nga ju, energjia juaj është mirë shumë. Energjia juaj është 100 herë, mira herë me madhe se e imja. Me 11 maj ju e keni ndorë fitoren. Ndaj dhe votoni fitoren. Dhe çdo qytetar garantoj se do ketë një mundësi tjetër, një mbështetje të re. Shumë faleminderit. Fitore. Tani, një bashkëbisedim, çdo minator që do fjalën, në formë bashkëbisedimi, do ta vazhdojmë bisedën. Ja jap fjalën fillimisht inxhinierit Afrim Okshtuni, më pastaj çdo minator ta bëjmë në formë bashkëbisedimi. Faleminderit. Mirë se erdhe doktor Berisha në qytetin e masivit ultrabazik Bulqizës të minatorëve nga gjithë Shqipëria. Të jemi mirënjohës pa fund si qytet minatorësh që gjetën mundësinë për këtë bashkëbisedim tepër domosdoshëm. Me sa kuptojmë projektet e dhëna nga Përparim Spahiu, prej Edi Ramës kanë me të këure Lamës. Nëse kësaj radhe
me gjithë ovacion e ky popull, ty do t'japë besën, unë shpresoj që ti do na kthesh shpresën. Dhe kjo shpresë do të bëhet realitet, mendoj unë, nëpërmjet përfaqësuesve tanë, deputetëve të zgjedhur, ku unë mbaj në kokë kapelen që përfaqëson kandidati për Parinë Spahiu. Është djalë minatori. Shpresoj që në ligjërat drejt t'ja përcjellë projektet doktorit. Ju falenderoj shumë. Ja jap fjalën kryetarit të sindikatave, Gzim Kalaja. Kryetarit Bashkimit Sindikatave të Pavarur. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje që jeni në këtë sallë. Jam këtu sot bashkë me ju për një problem shumë të rëndësishëm që ne kemi kërku me vite. Kemi protestu për të, për statusin e minatorit. Kam këtu në dorë marrëveshjen e nënshkruar nga kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Ku mrena 100 ditëve, jo me statusin me 1%, por për para minatimit të konsultohet me sindikatën e minatorëve të Shqipërisë, edhe për beneficet tjera, si minatorët dhe nafta dhe metalurgët si profesionet vështira. Në historinë e industrisë minerare, janë 600 minatorë të cilët kanë dhënë jetën në galeritën e Tokës. Prandaj, Bulqiza, Tërnava, Batra, Krasta, Thekna, Drovjani Sarandës, Memalia i Selenica, Korsha Mbore Drenova, Pojska, Minjerët e Kromit, Katjeri Prejasit, e gjithë Kalimashi Kuksit, Cernica, Ragami Tropojs, Kami Tropojs, ish minatorët do të përfitojnë statusin e minatorëve. Dhe këte realizon Partia Demokratike e Shqipërisë. Këte realizon profesor doktor Sali Berisha. Prandaj në emër të ish minatorëve të Tiranës, ju kërkoj që për statusin të votoni Partinë Demokratike e Shqipërisë, votoni kandidat e Partisë Demokratike e Shqipërisë, rrofë sindikata minatorëve, rrofë Bulqiza, rrofë minatorët e Bulqizës, fitore, urime profesor doktor Sali Berishës për postën e kryeministrit të njëherë. Ja për 100 ditë, pa për 10 vjetë. Rimi. Atëherë, falenderoj gjithëve, me fitoren madhështore bëhet realitet edhe statusi minatori.